Gatu. Më së pari, po e fillojmë me falënderime. Ju falenderoj të gjithëve për pjesëmarrjen. Është një promovim shumë interesant që dallon nga promovimet e tjera, sepse e veçantë është edhe krijimtaria e Natashës. Klubi i krijuesve jonian, Klubi i krijuesve jonian, që nga maj i vitit të kaluar që bëm zgjedhje dhe riorganizuam. Dhe po vjen maj, po troket maj, po mbush një vit, dhe gjatë këtij viti ne kemi promovuar 13 libra. Gjë që do të thotë që nuk ka patur muaj pa bërë një aktivitet. Është një nismë e mirë, është një veprimtari e mirë, në një kohë që libri po kalon një krizë të madhe si rezultat i këtyre leximeve elektronike që po bëhen, por unë jam i bindur se kjo është një krizë e përkohshme dhe libri do të gjej vendin e merituar. Të fundit krijimtari që ne promovuam ishte tregimtari i talentuar Koço Kosa, i cili kishte shkruar 5-6 libra dhe nuk ishim blet ndonjëherë që t'ja promovonim dhe ai ngeli jashtëzakonisht i kënaqur, ashtu siç edhe ne që bëm promovimin e librit ngelëm jashtëzakonisht të kënaqur, sepse në fund të fundit të gjithë shkrimtarët, të gjithë krijuesit, ajo që në fund të fundit marrin si shpërblim për atë punë të madhe të jashtëzakonshme që bëjnë, është promovimi dhe fjala e ngrohtë që thon lexuesit dhe bashkëkrijuesit e tyre. Është e absolutisht e pa diskutueshme që në këtë kohë kur pa afron fushata politike, mënjanimi i krijuesve një orë duke medituar, duke kujtuar krijimtarin dhe duke harruar këtë politikë e cila po na lodh prej kaq vitesh, do na bëj mirë dhe shpresoj që të kalojmë një orë të këndshme, të jashtëzakonshme dhe duke ju falënderuar juve, duke falënderuar Gensin i cili me shumë dashamirësi na është vënë në dispozicion për të gjitha aktivitetet që kemi bërë, duke falënderuar median, Saranda Web, Lajme Saranda, gazetarin Angelonika që nuk na është ndarë në veprimtarit tona, dhe duke falënderuar familjen e Natashës që është prezente këtu dhe edhe na ka sjellë edhe raki, që në ndryshim nga të tëra aktivitetet e tjera, sepse asnjë aktivitet nuk i ka ngjajtur aktivitetit tjetër. Tani, para se unë të filloj të flas diçka, me këto raki që kemi këtu gëzuar, t'i urojmë shëndet, suksese, familjes, edhe njëri tjetrin mbarësi dhe krijimtari të mbarë. Gëzuar, faleminderit që keni ardhur. Unë do të hapë këtë takim me një mbres që na ka dërguar Odise Kotja, një shkrimtar jashtëzakonisht i talentuar, veprimtarinë e të cilit ne ja promovuam para Koço Kosës, i cili ja çfarë ka thënë në mënyrë koncize. Takimi me lexuesin është i shenjtë për shkrimtarin, por kur takimi vjen prej si vlezërve të letrave, mirënjohja nuk është e mjaftueshme. Dhe të gjithë ne që jemi këtu, jemi si vlezër se jemi krijues një lloj si Natasha, me përjashtime fare të vogla, por dhe ato përjashtimet e vogla janë të gjithë mësues letërsie, të cilët tërë jetën me librin e kanë kaluar dhe kënaqësia më e madhe është që këto aktivitete ne po i bëjmë me një pjesëmarrje të njerëzve jashtëzakonisht intelektual dhe të përgatitur për këtë fushë dhe që të mirë kuptuar ato që themi edhe kuptohen. Takimet tona të bëra tani, norm,
rritëm çdo muaj, disa herë edhe 2 herë në muaj, forcojnë ndjesinë dhe bindjen që Saranda është një ishull kulturor drite në brigjet e Jonit dhe truallit të begat të artit të fjalës. Këto na i ka dërguar Odiseja dhe këto janë të merituara për këtë që themi. Duke qenë gjithnjë konstruktiv, unë kam përgatitur shkurtazi, sepse e kemi paracaktuar për të gjithë ata që do të diskutojmë, koha është e limituar dhe sa më koncis në këto. Gjëja e parë që më erdhi ndërmend pasi përfundova leximin e librit me tregime Perdja e mbrëmjes të shkrimtares Natasha Xhelili ishte: Natasha është një shkrimtare e vërtet. Pastaj më erdhi mendimi tjetër. Natasha është një shkrimtare e veçantë, një shkrimtare moderniste, pa pretenduar të bëj analizë të mirëfillt letrare të librit, shkurtazi po paraqes disa argumenta për sa më sipër thash. Natasha është një shkrimtare e vërtet, mbasi pjekuria e të shkruajturit, të tregimeve, siguria, guximi, fjala e zgjedhur, figuracioni teje i pasur, kompozicioni i tregimit, ndërtimi i fjalisë, i narracionit, është në nivelin më të lartë. Kur e lexon Natashën, të duket se ke të bësh me një shkrimtare të pjekur që e njeh mirë zanatit e të bërit letërsi, sikur ka një jetë që po merret me të dhe ka botuar dhjetra e dhjetra libra. Theksojmë se ky është libri i parë me tregime, botuar në vitin 2014, artikulimi i bukur përmes një gjuhe shpesh metaforike, të përpunuar e kuruar deri në detaj nga autoria, e bëjnë librin tërheqës dhe ja shtojnë vlerat. Pra bëhet fjalë për librin Perdja e mbrëmjes të shkrimtares Natasha Xhelili. Ju lutem këto telefonat sikur t'i ulni ose t'i mbyllni. Natasha Xhelili është një shkrimtare e veçantë nga stili të shkruarit, i cili nuk është ai klasik me të cilit jemi mësuar me shkrimtarët e Sarandës, të Jugut edhe në rangvendi. Ajo e ndërton strukturën e të treguarit në mënyrën e vet, që e bën unike. Jashtë klasikes, ku në klasike kemi hyrjen, zhvillimin dhe mbylljen e tregimit. Jo, të trija këto faza shkrihen në një. Ajo është shkrimtare e stilit modern. Për mua, më konkretisht, stili i saj i të shkruajturit i përket ekspresionizmit. Kjo për faktin se Natasha në narracionin e vet, nga ana përmbajtësore, i jep përparësi përjetimeve të brendshme të individit, shpesh në një formë të lirë, të ndjeshme dhe jo gjithmonë të ndërtuara logjikisht, në ndryshim nga realizmi apo naturalizmi që fuksohet më shumë tek realiteti i jashtëm. Në 37 tregime që ka libri, prej të parit kënga, deri tek i fundit takimi, asnjë prej tyre nuk del jashtë këtij stili. Shumë prej të pjesëmarrësve nuk e kanë lexuar librin dhe që të jenë në brendësi të stilit të shkruajturit këto që themi dhe do thonë dhe të tjerët, unë po lexoj vetëm një faqe. Është tregimi Kufiri. Dëgjoni miq se si shkruan Natasha. Kufiri. Gjendet një kufi i imët, ekstrem, një kufi të nxarr midis të gjitha gjërave, një kufi që endet i papërcaktuar mirë, midis dritës dhe errësirës, midis fshehtësisë dhe zbulesës, midis ëndrës dhe zgjendrës, midis ekzistencës dhe mos ekzistencës, midis jetës dhe vdekjes, ujit dhe tokës, gëzimit dhe hidhërimit, hierarkisë dhe shkallëve të saj, midis burimit dhe thatësirës, rrokullisjes dhe përplasjes, një kufi që thurret në çdo moment të jetës sonë, që ndryshon trajt sipas tinëve, orëve të ditës, të natës, kontrasteve që thyen e rikujtohen, brazave të rrugës të jetës të fatit. Ky kufi që përkulet ndaj goditjeve të ndryshme që ndron si thikë mpret, duke përcaktuar me detaje çdo projekt që organizohet përditshmërisht në udhëkritjet e sajuara me kujdes të ritualit jetësor. Gjendet një kufi midis realitetit dhe virtuales, i padukshëm, i plogët, i tjetërsuar sa mundshëm, i synuar, i deklaruar, i arritshëm, i sajuar artificialisht me anë të simboleve konkret, me anë të një gjuhe të shenjave që po fillon të gëlojë si gjuhë mbar botrore që nuk ka nevojë për përkthyes, që rreth të bëhet
e rëndësishme. Ai starton në vetdijen tonë, endet në sipar që mbyllen e hapen, konsiderohet se një kufi mes së përhershmes e së përkohshmes, e parë si një ndeshje mes sërres Jerilin gjithnjë dhe sërres së pandryshueshme, një kufi i emërzuar agim me gisht trëndafili, si në antikitetin letrar, një kufi që përcjell ditën e diellin dhe hap perden e errësirës, si një vejush e zezë që kërkon të sëndoj gjithçka me helmin e vet dhe kjeprurës. Po ku gjendet vallë kufiri me shpirtit e frymës? Në shtroje mistike gjunjëzohemi, ç'duar të shenjta puthim në porrësi, pa mundur të shkëmbejmë shikimet, ku gjendet kufiri i guximit, që na ngre kokën dhe na lartëson, që na jep dorën dhe na fton në atë botë sa fantastike dhe të vërtet. I solla këtë pasazh për të treguar se me çfarë shkrimtare dhe çfarë kalibri dhe çfarë stili kemi të bëjmë dhe ky thotë të tëra. Në librin e shkrimtares Natasha Xhelili, Perdja e mbrëmjes, ka shumë tregime që ndjen nevojën të rikthesh e të rilexosh, sepse mendimi i thellë dhe i sofistikuar, fjala e duhur, e gjetur, e bukur, e ngrohtë, nuk ka afat skadence. Këto tregime depërtojnë në mendje e shpirt dhe është vështirë të ndahesh me to pa u rikthyer për të rilexuar. Të tilla tregime do të përmendja: Caku, Njolla e murme, Loj perëndish, Ajo, Nëna, Broshurat e vdekjes, Këpucët, Premtimi, Mbiur, Kufiri e të tjera. Shpreha shkurtazi disa mendime të mia për tregimet e Natashës, mbasi shumë krijues e diskutues të tjerë do të thonë mendimet e tyre. Të më besoni, nuk fola me superlativa për krimtarinë e saj në prozë, mbasi Natasha është edhe poete. Ka studiuar për gjuhë letërsi në Universitetin e Kerem Çhabeit të Gjirokastës dhe prej vitesh është mësuese dhe drejtuese e shkollës Kosta Çavo në Delvin. Për punë të shjuar është nderuar me titullin mësuese e suksesshme. Ka bashkëpunuar dhe bashkëpunon me shumë organe të shtypit, me revista për fëmijë, si për shembull Ylberi Plus në Maqedoninë e Veriut. Natasha është pjesëmarrëse në shumë antologji poetike të botuara brenda jashtë vendit. 20 është shpallur Poetja e muajit me ciklin poet Oda e poetes. Ka vlerësime edhe në fushën e kritikës letrare, gjë të cilën ju e keni parë në të gjitha promovimet e librave që ne kemi bërë. Natasha është fituese e çmimit të parë për tregimin e shkurtër në Tetov, edhe në Gjilan, 2 tregime të para. Ka fituar çmimin e 3 në festivalin mbar kombëtar për poetesha shqiptare në Shkondër. Libra të shkruara dhe të botuara nga autorja Natasha Xhelili janë: Mali sheh një ëndër, poezi 2013, Perdja e mbrëmjes, tregime 2014, Lotët e zjarrit, poezi 2016, Ninullat e hënës, tregime për fëmijë 2019, Gjurmët e fjalës, recesione letrare 2020. Ju uroj Natashës shëndet, suksese personalisht dhe familjarisht, ju uroj krimtarit begat dhe cilësore. Tani mitë mi, ky aktivitet bëhet nga 2 lidhje shkrimtarësh. Nga lidhja e shkrimtarëve Let Art në Delvin, që është shoqat me vete me kryetar Panajotin, ku bën pjesë edhe Natasha, dhe klubi i krijuesve jonian që jemi neve. Dhe fjalën me shumë kënaqësi ja kaloj kryetarit të klubit Let Art në Delvin, Panajot Zotos, një shkrimtar i mrekullueshëm të cilin e kemi promovuar dhe e kemi lexuar. Fjala top, Panajot. Dhe përptaria e sotme e klubeve krijuese Jonian Sarand dhe Letar Delvin e para e këtij formati ka rëndësi edhe për faktin se lidhet me krijimtarinë e një zonje, të një edukatori mbi të gjitha, të një personaliteti në fushën e letrave, me një background jo të pak të krijues, sidomos në poezi, që i renditi, s'dua t'i përsëris sepse i renditi edhe Hekurani. Tani flasim për librin. Libri me tregime Perdja e mbrëmjes, për të cilën bëhet ky diskutim krijues, është një përmbledhje e krijimeve më të mira të autores në gjininë e tregimit. Po e them që në fillim, ky libër shënon një kulm në rrugën e gjatë krijuese të kësaj
autoreje në prozë është libër me tregime të një niveli të lartë artistik. Me ndonjë përjashtim, mbi zotron tregimi i shkurtër, ku ka një ngjeshje të veprimit dhe të narrativës, ku mesazhet apo idetë që synon autoria të përcjell tek lexuesi fshihen në labirintin e përshkrimeve të bukura estetikisht, në autostradën e fjalëve dhe shprehjeve të figurshme, në thellësinë e mendimit dhe idetë simbolike. Lënda e çdo tregimi është e ngjeshur, pa fjalë e shprehje parazite, pa teprime në narrativën e personazheve, me një gjuhë të rrjedhshme. Të duket sikur autoria lëviz në sinore shpesh të tej botshme, futet në botën e ndjenjave njerëzore, vë në lëvizje shqisat ndjesore të personazheve dhe të dijen, futet në botën e tyre shpirtërore dhe na jep përfytyrime hera herës vështirësisht të konceptueshme. Shpesh personazhet nuk janë qenie të gjalla, nuk janë njerëz konkret. Ata nuk flasin vetë me gojë, por përmes ndijimit dhe ndenjave, si në tregimet Saku, Shkrepsja e tjera. Sa për ilustrim nga kjo e fundit them, shkruan ajo, njerëzit e filmave, personazhet e librave i kishin arritur më shpejt mendimet e tej botës sonë dhe u a bënin më të pranishëm ekzistencën e saj nëpërmjet veprimeve të tyre, shkruan autoria. Ajo shikon, flet dhe komunikon përmes imagjinatës, me krijesa jo njerëzore ose me hijen, me shpirtin e tyre. Autoria vlerësohet jo thjesht për përmbajtjen e tregimeve, por edhe për formulimin e titujve, që kjo është një veçanti për në këtë vëllim. Si vetë tregimi, edhe titulli i secilit prej tyre është i shkurtër, madje në të shumicën e tyre është një fjalësh, si një përmbledhje e ides dhe mesazheve që kërkon të përcjell tregimi. Për shembull, nëna, dinjiteti, dashuria, Saku, edhe kështu pothuaj janë pjesa me këpucët, janë pjesa më e madhe e tregimeve. Subjektet e tregimeve të përmbledhura në këtë libër kanë lidhje me anë të veçanta të jetës njerëzore, të marrëdhënieve të botës materialeve me botën shpirtërore, të trupit me shpirtin, të raportit të jetës në tokë me botën e përtejme, si disa tregime këto e tjera, por edhe të marrëdhënieve të dashurisë, marrëdhënieve burr-grua, mashkull-femër, vajzë-djalë, të personalitetit të gruas, për shembull të tregimi pro-inuses e tjera. Tregimi i lypsi për shembull, aty jepet portreti një lypsi, jo si lypsi migjenian, por si një lypës i kohëve moderne, të cilin autoria e shikon si një fenomen social, si produkt të varfërisë ekstreme dhe të varfërisë dhe varfërinë e shikon si pasojë e raporteve të pronësisë, pasurimit dhe pangopsisë së pushtetarëve, si përgjegjësi e burokracisë shtetërore. Mesazhet që burojnë nga përmbajtja e tregimeve janë të shumta dhe të qëndrueshme. Çdo tregime ka një mesazh dhe lexuesi i vëmendshëm mund ta evidentojë edhe atë si një vlerë idesh që shfaq autoria. Te tregimi ajo për shembull bëhet fjalë për personalitetin e gruas, e cila duhet të jetë vetvetja, thot autoria. Ndodh që njeriu të lijohet apo sakrifikohet për hir të dashurisë, por në raportin jeta dhe dashuria, thot autoria, ajo shikon si më të rëndësishme jetën, sepse thot dashuria thot është vetëm një pjesë e jetës. Tregimi i dinjitetit për shembull përcjell ky mesazh që përcjell është se dinjiteti nuk ta jep pasuria, por thjeshtësia dhe ndershmëria. Në të jepet ideja se njerëzit pa dinjitet kanë një bjerje në shoqëri, ose tregimi pro-inuses del qartë si mesazh, mentaliteti që ekziston se një grua që vritet nuk meriton të diskutohet për të, siç themi neve ja bëri vetë kokës me fjalë. Ajo që dallon dhe mund të theksohet lidhet edhe me atë që lexuesi konstaton pas leximit të çdo tregimi, se autoria i është përkushtuar përmbajtjes cilësore të çdo tregimi, duke latuar me kujdes çdo njërin prej tyre dhe duke ruajtur kështu një trajtshmërinë e nivelit artistik. Në këtë vëllim, vështirë se mund të gjejmë dallime për qyshmërie se cili tregim është më i mirë nga tjetri, pothuajse janë të një niveli. Rrëfimet në këto tregime paraqiten përmes një sekuence fjalësh të zgjedhura, si dhe përmes imazheve të palëvizshme dhe të lëvizshme. Do thosha se disa nga tregimet mund të vlerësohen ose të cilësohen edhe si ese, ku autoria jep argumentit dhe idetë e veta për fenomene të caktuara të jetës, përmes një gjuhë shpesh të sofistikuar dhe me ide të nënkuptuara. Si ese mund të përmendim shumë tregime, po unë them dashuria, një ditë, mbi urë e tjera. Një ese si kjo për mbi urë, që është
që flet për dashurinë, guximin, për të kaluarën nga një gjendje në një gjendje tjetër, nga një situatë në një situatë tjetër, ku mbetet e shkuara dhe ku fillon një jetë e re, një dashuri e re e tjera, ose e vdekura, një tjetër ese, do të thosha filozofike, një ese për pendimin mbi një dashuri të vdekur, ose te kufiri, një ese për një pikë ndarse, kufiri ndan ëndër nga zgjendra siç e tha e Kurani që mos ta përsëris. Tregimet e këtij vëllimi kanë një qasje të veçuar nga realizmi letrar. Ato thonë se të gjitha mund të klasifikohen si letërsi moderne, ne nëse e gjykojmë nga fakti se lënda e tyre nuk paraqitet me vërtetësi dhe nuk shmangen trillimet dhe elementet e mbinatyrshëm, një që i shmang realizmi letrar. Tregimet në këtë vëllim janë të mbizotëruara nga simbolizmi, surrealizmi apo esteticizmi, si pjesë e rrymave themelore të letërsisë moderne. Kështu për shembull në disa tregime si violina, një ditë e tjera, përdorimi i simboleve bëhet në funksion të nënkuptimit të ideve të cilësive, duke u dhënë atyre kuptime simbolike që janë të ndryshme nga kuptimi real. Në jo pak tregime, ndeshim mendime filosofike, imagjinatën e fantazin, si në tregimin Shkrepsja, ku autorja përdor ushtrinë e milingonave si simbol i të keqes e tjera. Në funksion të përmbajtjes së ideve është dhe gjuha. Në këtë libër, në çdo tregim apo ese, përballemi me një gjuhë të pasur me sentenca, pyetje retorike, përsëritje fjalë të përshkallëzuara, apostrofën, pastirëm, krahasime, epitete e tjera, si figura të pambarimta letrare. E them pa tepri se autoria është një det me ide dhe fushë e pambarim të figurash letrare. Ajo që të befason është përdorimi i një gjuhë eseiste me imagjinat krijuese. Do të më duhen të gjithë biles, orë të tëra për të folur dhe sjell shembuj, figurash të përdorura që i japin çdo tregimi fytyrën moderne krijuese. Po ndalem në disa fjali dhe shprehje ku figurat stilistike dhe figurat letrare dominojnë dhe i japin tekstit bukurinë artistike dhe kënaqësinë estetike. Për shembull, thot frymarrja e shënonte qenien e tij në çdo hap. Tjetër, duke sikur hënë si skuqeshin faqet. Tjetër, silueta e puthjes i u bashkëngjit dekorit të mbrëmjes. Tjetër, mbretërinë e lotëve që kishte pushtuar mbretërinë e fjalës e të tjera e të tjera. Pambarimisht mund të citoj shprehje si këto të figueshme që rreshtoj metafora, shembuj, krahasimi, personifikimi, antiteza, krahasimi, groteskun, simbolin figurativ e tjera e tjera. Të gjitha i gjen në faqet e këtij libri. Ato janë kripa e gjellës që gatuan me brumin e mendimit dhe të ideve të autores çdo tregim. Në fund të këtij diskutimi, do të thosha se tregimet e këtij libri nuk mund të lexohen siç ndodh rëndom, të paktën për mendimin tim, me tregime të realizmit letrar, ku kemi një narrativ rrjedhëse me personazhe konkrete siç i përmendit e Kurani. Jo, këto tregime i lexon, por duhet t'u kthesh që të kuptosh domethënien, mesazhin që ato përcjellin, pasi dominohen nga simbolika në kuptime idesh shpesh të sofistikuara e tjera, përfshirë dhe një gjuhë që të mbërthen dhe të mban në vend për ta rilexuar tregimin. Shkurt janë tregime elite të letërsisë dhe më të përtypshme nga elita e lexuesve. Faleminderit. Ju uroj suksese. E kam kolege, e kam shoqe. Edhe këmë të bashkë. Tani Gazeta Fitoria nuk ka mundësi ta botojnë. Këtë shkrim të Panajotit të shkrim. Dhe të merituar për Natashin, por vindi e që thashtë në publik. Për ata që shkruajnë, nuk ka qast më sublim dhe më falderues se këto qaste që ndajnë se bashkë. Panajot shumë besime dhe shumë konsiderata djetarti dhe rrëndës. Timo, me doli. Jam dakord me mendimin e shprehur edhe nga Kurani edhe nga Panajoti që libri i Natasha Xhelilit i përket rrëmës së ekspresionizmit modernist dhe është shkruar me shije, me elegancë
dhe vërtet të tërheq. Por unë tej fjalëve të përgjithshme që i kap të gjitha elementet e realizueshëm, unë do të përqendrohesha vetëm tek një element i Natashës, dhe mënyra se si ajo e ndërton ligjeratën e saj me frymën moderniste, ndërthurur edhe me ligjeratën e drejt për drejt një kuptimshë. Sepse në fund të fundit letërsia nuk është gjë tjetër vetë se e shprehur, ndjenja, bota e shprehur në ligjeratën letrare dhe në ligjeratat lexojmë. Natasha Xhelili ka një avantazh dhe një disavantazh në këtë aspekt. Ka avantazhin e madh sepse është diplomuar në gjuhë letërsi dhe punon si mësuese. Gjë që e ndikon atë që të përsos këtë njohuri dhe të avancoj në modernizimin e saj. Por ka edhe anën tjetër negative që e pengon, pikërisht të qenit mësues. Sepse të qenit mësues është i detyruar të qëndrojë një standardi të mësimdhënies. Të qëndrojë atij standardi me qëllim që të mësoj të rinjt se si të shkruajnë. Dhe zakonisht me që mba mendur nga shkolla, mësuesit tanë na mësonin ligjeratën e drejt për drejt, ligjeratën një kuptimore. Sepse do mësonim të shkruanim një hartim me një fjali apo me një ligjerat të kuptueshme. Mirë po, ligjerata e drejt për drejt është pengesa më e madhe në letërsinë moderne. Është ajo spiranca që mba njën, kjo është spirancë mba edhe autorin për një kuptimshmëria ose më saktë të tradicionaliteti ku përfshihet edhe klasikizmi dhe romantizmi. Natasha ka ditur të shpëtoj kësaj spirance, po në një pjesë të madhe të rrugës së saj e ka tërhequr zvarë edhe spirancën me forcën e saj të talentit, e ka tërhequr zvarë spirancën duke e bashkuar tradicionalitetin me modernitetin dhe duke na dhënë një ndërthurje të një letërsie ekspresioniste. Në qoftë se do më lejoni dhe do jeni dakord, duke hequr ato fjalë superlativa të zakonshme, unë do mirja për bazë vetëm 2 tregime të analizoja. Do marrim tregimin kënga, do marrim një në fillim dhe një nga fundi. Te ky tregim Natasha përdor 2 mënyra të ndryshme të ligjeratës artistike, ligjeratën lineare tradicionale dhe ligjeratën moderniste. Këto 2 forma në ndërthurje krijojnë kontrast artistik që thellojnë përjetimin emocional dhe psikologjik të personazhit. Ligjerata lineare, të fillojmë me këta. Kjo ligjerat ndjek një rrjetë të zakonshme kronologjike me rrëfim të jashtëm, domethënë tregon diçka të jashtme, objektive dhe të qarta në ngjarjet e përditshme. Domethënë një pasqyrim real, që ta them me fjalë të thjeshta. Për shembull, përdoret në fillim dhe në disa pjesë të tjera të tregimit. Domethënë në fillim të tregimit dhe në disa pjesë. Për shembull, ligjerata u zgjua nga disa të bërtitura që nuk dije se nga vinin. Hengër diçka shpejt e shpejt dhe doli jashtë. Hyrin gathët brenda dhe zuri vend pranë xhakut që kërciste nga dhuntë që digjeshin. Këto janë ligjerata tradicionale, të zakonshme, të tregojnë një veprim që bëri. Domethënë, janë pasive. Autori është pasiv, pasqiron. Hekurani piun ujë me shishe. Panua mori gotën e rakis dhe çoi një shëndet. Karakteristikë e kësaj forme ligjerate është se ajo ndjek rendin shkak pasojë.
Më kupton Natasha, ti më kupton shumë drejt. Ngjarjet të fehen në mënyrë realiste dhe përdoren fjali të drejta me strukturë të qartë sintaksore e tjera. Kjo është speranca që e mba Natasha, që në mba të gjithve, sepse këtë kemi mësuar. Ligjërata moderniste është krejt e kundërta, është e brendshme, shpirtërore. Nuk flet autorin, flet shpirti i autorit. Është psikologjike dhe përqendrohet në ndjesi, kujtimet dhe vetdijen e personazhit. Nuk flet autorin, flet personazhin. Flet personazhi, duke përdorur shpesh teknikën e rrjedhës së ndërgjegjës. Më kupton. Për shembull, një shembull i thjeshtë, të mos. Në fakt, ajo vinte nga brendësia e asaj bote bashkë me të. Ajo zgjasë dorën drejt tij duke e ftuar në vallëzim, dukeshin si krush që krahanoheshin dhe i thurnin glav dhe kësaj nuseje të adhuruar. Arom lirie ta pushtonte, duke e futur thellë në këtë botë të njohur për të fshehur në një cakt të ndaluar prej tij. Këto ishin disa fragmente të kësaj ligjërate. Cila është karakteristika e kësaj ligjërate që lexuam? Ligjërimi, karakteristika e kësaj forme ligjërimi është se rrëfimi shpërndahet, ka përcjell logjikën lineare, përdoren metafora, simbole, personifikime, jo si piktura të jashtme, jo si një vazo me lule e vënë në dritare, dhe ndërthuret realiteti me imagjinatën, zbulohet bota emocionale dhe mendimet intime. Në fund të fundit, letërsia që synon Natasha është pikërisht kjo e dyta. Po të shikosh në shumicën, flet bota shpirtërore e personazhit. Nuk flet Natasha. Natasha nuk ka fare. Nuk ndodhet fare në libër. Këtë personazhi vetë. Është tjetër gjë pse personazhi është bota shpirtërore e Natashës. Kjo është ajo që ju e thatë ekspresionizmi modernist. Është e vërtet. Tregimet e saj i qasën ndërmës e ekspresionizmit modernist. Mirë po, disa elemente realizmit kanë edhe një efekt pozitiv, nuk janë tepër negativ. Kanë efektin pozitiv sepse këtë bësh me lexues me nivele të ndryshme dhe ja bën të qartë disa lexuesve objektin e tragimit. Pra, tragimi kënga është një kombinim funksional i dy ligjëratave. Ajo lineare i jep një strukturë në filmit, ndërsa ajo moderniste sjell një thellim të ndjeshmërisë, përjetimit emocional dhe psikologjisë së personazhit. Është një fat i madh për Natashën që predominon kjo e dyta. Sigurisht nuk është rastësi, është një punë disa vjeçare, përvojë, është talenti në radhë të parë, edhe pak ajo mësuesja. Po, unë doja të thosha, Natasha, që lerin që pa i bërë ato ditaret e mësuesës. Lerin ato, merën që më shumë me... Leti shojmë si duken këto dy element të tragimi njollat e murme. Sepse ka një ndryshim strukturor, prandaj po i mora vetëm dy. Në këtë tragim, përkundër prirjes moderniste dhe rrëfimit introspektiv të gjithë tragimit, hasën segmentet të qarta të strukturave lineare. Do me thënë, tragimi i përket rrëmës moderniste, por ke edhe element linear. Me një gjuhë të drejt për drejt, pa dy kuptimësi që i shërben shpjegimit të situatës. Shikon, në qofë se ndonjëri
nuk do të vazhdoj e lunë, s'kam problem. Po, ky është ai shërbimi që thash unë, që lineariteti i shërben modernizmit. Ashtu si shumë herë kemi thënë, tradicionaliteti vjen në shërbim të modernizmit. I shërben ose i shtat, ose i sfond. Në falë, Ja. Kjo formë e ligjëratës pranë ndihmon për të vendosur lexuesin në një teren të kuptueshëm dhe konkret, para se të tregimit të zhvitet në thellësitë moderniste të Çiçikës apo në atmosferën simbolike. Të dyja këto zotonse prej teje. Përshkrimi i ambientit shembujt konkretisht. Përshkrimi i ambientit konkret dhe vendimeve të personazhit. I hodhi këmbët me vrung nga kravati dhe doli zbathur nga dhoma. Në fund të korridorit ishte një derë që të nxirrte në bodrum. Zbriti shkallët me nxitim e të tjera. Ky pasazh është ndërtuar me fjali të shkurtra, me rend të zakonshëm sintaksor, kryefjalë, veprim kundërnore, gjëra të tilla, pa figura stilistike dhe pa një botë shpirtërore. Përdorimi i foljeve të veprimit, hodhi, doli, ishte, përfundson ndjenjen e realitetit konkret. Domethënë, të linearitetit. Përcaktimi i veprimeve të thjeshta dhe marrëdhënieve hapësinore. Fjalë nga lineariteti. Në balë të bodrumit ishte një derë tjetër. E shtiu lehtë dhe hyri brenda. Pra, fjalë që tregojnë një vend, që tregojnë një hapësirë, nuk të thonë gjë nga bota shpirtërore. Reagimi, po kështu, kemi reagimin e menjëhershëm të linearitetit. Ke një moment atje që personazhi thëret Marta, kriti me sa fuqi kishte. Kjo është një ligjëratë e drejtë për drejtë, në formë thirrje që përfaqëson frikën, shqetësimin e menjëhershëm të personazhit. Veçoritë e kësaj forme e ligjërimi, i e bazë të formë të realiste të reagimit, gjë që nuk ke përsevuan ka shumë për realizmin, se ne vuajmë për realizmin. Nga realizmi, nësa ti vuan nga malli për realizmin. Si mësuese. Edhe këtu është pikërin ndikimi mësuesës. E cila i paraprin kalimit në dimension e brendshëm apo simbolik. Ndihmon për të orientuar lexuesin në hapësirë dhe në kohë. Ruhet një linearitet rrëfimor dhe e bën më të lehtë ndjekjen e ngjarjeve. Pra, ligjërata lineare drejt për drejt dhe një kuptim shëndet tragim përbën bazën narrative klasike, mbi të cilin ngrihet pastaj. Ligjërata moderniste ose ligjërata e tërthon, shumë kuptimëshe, suksesi i ligjëratave të tua moderniste është pikërisht elementi i shumë kuptimshërisë. Kanë disa kuptime, nuk është një kuptim, siç kanë ligjëratat e thjeshta. Më lejo të shprehem. Ligjërata moderniste është e pranishme në pjesën më të madhe të tregimit dhe të librit, ku zhvillohet përmes një forme moderniste të rrëfimit, në ligjërat e tërthont, e subjektivizuar, e cila ndërthur mendimet, kujtimet dhe përjetimet e personazhit. Pra është e botës shpirtërore të personazhit. Jo e personazhit si person fizik, si njeri fizik, po e botës së tij. Kemi ndërthurjen e realitetit edhe të ëndës. Diana zbriti në bodrum për përfundoi në një lëndim me vajzën Çiçan. Kjo kalueshmëri e paqartë e përjetimeve shfaqet me një gjuhë introspektive dhe simbolike. Rrëfimi nga brenda mendjes së personazhit. Tregimi ndjek rrjedhën e ndërgjegjes. Teorinë e rrjedhës së ndërgjegjes e di e ke bërë në shkollë. Elementet kryesor, element të magjikës dhe simbolikës, ato që janë vërtet flamuri i modernizmit.
Vajza e vogël me të njëjtën shenjë në trump, gjurgja me kazane, shpella e çuditshme me gjurmë prehistorike dhe mamuci i zi janë pjesë të një vizioni surreal që nuk kërkon shpjegim racional. Nuk mund të pyesi dikush, ore si e gjete këtë kush ky personazh? Ai personazh është në mendjen tënde, është shpirtin tënd. Nuk e ke në këtë stallë. Këtu je moderniste. Në përfundim, tregimi një llat e murme është një shembull ku ligjërata e drejt për drejt dhe ligjërata moderniste ndërthuren për të krijuar një univers emocional. Këto ndërthuren me njëra tjetrën. Shpirtëror, univers emocional, shpirtëror edhe simbolik. Nëse e para i jep ton të lartë dhe ngarkesë dramatike në filmit, e dyta e pasuron në thellësi. Pa u zgjatur. Dhe pa që nevoja që të sjell shembull të tjerë, do dëshiroja të më kuptoje. Vlen të themi se Natasha, ndërsa është mjeshtra e ndërthuesjes së dy formave të ligjëratave, i kushton më shumë rëndësi ligjëratës moderniste, e cila në fakt i jep tonin edhe frymën librit. Por e veçanta e saj është natyrshmëria e ndërlidhjes së këtyre dy formave, saqë duhet të mendohesh pak më tepër për të parë kufit ndarës midis tyre. Kjo, fal talentit të saj, po ka ardhur koha që të bësh të plot kapërcimin nga lineariteti. Besoj se më kuptove drejt. Timo, të falenderoj për seriozitetin me të cilin kishe punuar në analizën e librit të Natashës. Miku im, të nderuar të pranishëm që jeni këtu, që në pjesën më të madhe jeni krijues, edhe juve shumë të talentuar, me vlerat të barabarta, mos e bëj dallime, sepse në krijimtari nuk ka shkallë dhe klasifikime dhe dallime. Secili ka individualitetin e tij. Prandaj, në gjuhën shqipe ekziston fjala më madhështore për të përcaktuar një njeri që shkruan dhe krijon. Krijues. Krijuesi drejtohet Zotit, krijues quan edhe atë që shkruan. Nuk e gjen në asnjë gjuhë të botës këtë përcaktim. Mitë mi, krijuesit e një zone, e një qyteti, e një rajoni janë shpirti i aty rajoni, i asaj populate. Dhe duhet respekt dhe nder për këta krijues. Është nder që krijuesit e Sarandës kanë jo vetëm penart që shkruajnë mrekullisht dhe kanë zënë vend të rëndësishëm në krijimtarinë e kombit, duke filluar që nga Muhamet Kuçuku e duke ardhur deri në ditët e sotme, që më nuk dua t'i përmend, por kemi dhe pena të arta të kritikës letrare, duke filluar nga Adriatik Kallulli, Bashkim Kuçuku, por nuk mund të mos fut në këtë radhë edhe Timon, i cili jo vetëm për Sarandën, po për gjithë krijimtarinë letrare të vendit tonë, her pas here është përkushtuar me shpirt dhe shkruan libra pafund. Dhe të uroj për këtë punë, Timo. Dhe është nder dhe vlerë për neve që jemi besnesh. Falenderoj shumë, po nuk është ndërmend të thoshë diçka. Natasha duhet të lexuar shumë seriozisht. Jo pse tani, po Natasha është një krijuese në mbar kombëtar. Në çera duhet të lexuar jashtëzakonisht dhe duhet të lexuar për atë që është një aset për krijuesit. Jo më kod për atë të krasën, ne dy gjëra të zakonshme dhe nga një monument. Se kanë vetë të jenë për të folur. Më fal. Tani Panajot Boli, që është sekretar i klubit të Krishterina, është poet, është shkrimtar, por është një
Komenton se jashtëzakonshëm për këtë gjëra. Tani, mësuesin e tërësia, do bëja analizë me tepër superlative për Natashën. Pas perdës së mbrëmjes. Dëgjoni ju lutem, dëgjoni se për të jemi mbledhur. Kur lexon një vepër letrare, ajo të nxit fantazinë, imagjinatën. Në këtë kurth të fut Natasha me imagjinatën e saj të jashtëzakonshëm. Bile dashur pa dashur, ky vëllim i Natashës ta mpreh fantazinë dhe të bën ëndërrues, romantik, të bën meditativ, të bën vëzhgues i vëmendshëm, të të zhbirosësh në rrugët e shpirtit njerëzor, duke kyrur dhe sytë kesh të hapur katër. Me dashkas të rënd edhe unë pas imagjinatës se e këtij libri. E mendova librin si një lojë njerëzore në skenë, një mikrokomedi njerëzore, një si vëmendshëm Balzac, një Victor Hugo romantik, një Esenin lirik, një kureshtar Dostojevski për të njohur të fsheta në xhepat e shpirtit të njeriut. Vetë titulli i librit me krijoi iden e një skene ku zhvillohet ose më saktë gëlon drama e jetës së përditshme shoqërore, njerëzore, ku qëndron Tasha para perdes me nuanca të ndryshme kjo perde dhe bëhet gati ta tërheqë atë dhe të na shpalos copsa nga kjo vorbull që quhen përdor shumë herë. Vorbull kjo shoqërisë. Dram. Dalgadal skena zbadhohet, bëhet galaktik dhe gjithçka vërtitet rreth botës reale dhe jo reales, midis vetëdijes dhe pa vetëdijes. Kjo është merita e parë e mjeshtrës Natasha. Të na vesh krahët e imagjinatës, të na bëj si hapur për të parë edhe atë që është e padukshme, edhe atë ligjerat monolog që do aparate speciale për të dëshifruar, emocionet, ndjenjat, mendimet, meditimet t'i bëj me frim, t'i shpirtëzoj, për të shijuar dhe gjikuar dimensionin e pafund të jetës. Edhe unë kureshtar të vdekjes, duke lexuar letrën, ndjek gjithçka që ndodh në skenën që me hapi perden kjo skenaristja e talentuar për të na dhënë personazhet, të na jap tablët e jetës me drivjet nga më të voglat të shpirtit shoqërisë. Futemi mes tregimeve dhe gjejmë problematik të mprehtë, të përditshmërisë, të shpresës dhe të optimizmit, të vullnetit dhe të pasigurisë, të emocioneve dhe ndjenjave që lëvizin në dy kahe, pozitive dhe negative. Gjejmë baticat dhe zbaticat brenda shpirtit të personazheve. Dhe është një vështrim artistik, një analizë psiko-emocionale e thellë, një depërtim deri në thelb të konceptit të dashurisë, të moralit, të perceptimit të jetës në këtë vorbull e përsëri, normale dhe anormale, të reales dhe të jo reales. Në këtë shfaqje skenike, ku autorja me hapi perden për të parë, ne arrim të mbërthehemi në këtë panoram ngjarjesh tematike që nis aty ku ngjizet dashuria, të vatra familjare, në ambientet e shoqërisë, në ato kthinat e shpirtit, të nënës, të vajzës, të djalit, të gjyshit, të burrit, duke dalë në spektrin më të gjerë të menditimeve, gjykimeve, konflikteve, atë ku gëlon dhe zhvillohet betejja e djenjave brenda rrugës së labirintit të shpirtit, të botës shpirtërore të çdo personazhi, apo fenomeni natyror që ndikon në këtë dimension njerëzor, që janë komplekse. Dhe këtë si thot në mënyrë metaforike autorja brenda kufive toksor, si tela me gjemba. Ose në kufirin, që e përmendën shumë mirë këtë tregimin kufiri, e ekzistencës
së botës dhe pakëndshmërisë së jetës. Pra, rrezatimi tematik fillon nga shpirti i nënës, nga qeliza e jetës dashuria që mbi në shpirtin e fëmijës. Dhe është një dashuri që ngro dhe i jep kuptim jetës në të gjitha fijet të tjera të djenjave në këtë vorbull që është një lëvizje, ulëngritje, batitës dhe Natasha si një flutur ullët në petalet e gëzimit dhe të dhimbjes së kësaj jete. Do vazhdojmë të them dhe këto mendimet e tjera, të gjitha këto arritje, këto autoria i sjell jo sipas një tip klasik të tregimit tradicional, por në një mënyrë të re, moderne, ku lëvizja e ngjarjeve është e brendshme, me kapjen të detaj pikant dhe një meditim filozofik i steroluar. Kjo është një rësi dhe nëpërmjet tipizimit të çasteve, mjediseve, gjendjeve shpirtërore, dëpërton thellë gjerën në skutën më të padrejtuar të labirintit të këtij shpirti të personazheve, mes përshkrimit elegant, ku figura e metaforës mbizotron dhe për të dhënë gjithë atë panoram me atë zhurmën e shoqërisë, të konflikteve, antagonizmave, të ulëngritjeve të tensionit shoqëror e tjera. Përdor më shumë me sukses paralelizmin figurativ dhe antitezat. Veçoria që bie në sy në këto tregime, që janë risi ku gërshetohet emocioni, gjykimi, meditativ, filozofik, formojnë një eseje, rrëfimi brendshëm me përshkrimet elegante japin vlerën e një proze poetike të mrekullueshme. Ato i ka ilberizuar kaq mjeshtërisht me skemtimit të figurave fantastike që i përdor populli, të prallat, me një fantazi për të admiruar. Figurat dhe fantazit nga gura popullore do t'i qemtojmë më shumë fines Natasha dhe to do t'i vesh personazheve të jetës së përditshëm, duke vendosur në esencën e kohës ku teknologjia po robotizon këtë jetë, ku djenja, dashurit, dëshirat, shpresat janë filluar të veniten. Gjithë libri unë do ta quaj si një roman konciz, ku të gjitha tregimet e set lidhen me fije, janë vazhdimi njëra tjetrës, plotësojnë njëra tjetrën dhe fillojnë me personazhin familja. Po të ishte për mua, unë do të parin në këtë vëllim do të nisja tregimin Zgjim i papritur. Këtu janë vendosur piketat e tematikës e librit dhe autoria e nisë në këtë formë. Me falë që do të përmend këtë gjysmëfaqe. Tash kishte lindur një mënyrë e re e vështrimit të realitetit. Cicerima e zogjve nuk ishte vetëm melodi. Ajo kishte ngjyrë, re të bardha në qiellin, dukeshin si publat e një jasteku të stërmadh, të shkatruar gjatë lojës së qiellit në tokën. Buzëqeshja e përgjumë të vajzës së vogël e metonte sinjale mëlsie. Hapat e mia ishin trokitje të drejtë për drejtja në zemrën e tokës, dashuria ishte një kështjell që duhet poshtur patjetër, për shpella goja hapur e malit që priste të vizitohej nga ne me pamjet të ndryshme, stinet pamjet të ndryshme të një pikture të pambaruar ende, lulet ishin dëshirat tona për koloritet, aromë e bukur e jetës tonë. Më falni, ishte humnera, më falë, se kisha një shtypje këtu të humnerat, thirrje të pashtrrueshme që nuk i dëgjon njeri, muret fletët e mëdha të një ditari që priste të shkruaj për nesh, mendimet shpend që shtegtojnë duke përshtatur. Ky është zgjimi im i lumtur.
Pija në një burim që kisha zbuluar vetë. Vërtet, ky ishte kredo e gjithë librit që është dhënë kaq bukur e në mënyrë brillante. Ky burim i talentit të saj është vetë Natasha, i veçantë me një ujë të pastër, kristal, me një gurgullim të ëmbël që sapi nuk e shuan dot etjen. Qëllimi i antitezës i autores është që arti saj të jetë në shërbim të njerëzve, po nuk u bë pronë e lexuesve, ky art nuk ka vlerë. Që të shkruash, thot ajo, duhet të kesh lexues. Gjithnjë kanë diçka për të ëndur, mbase diçka që ngelet në atë jetë të thurur me përkujdesje. Nuk ka, si të mos se quash të mrekullueshëm tregimet kufiri, lipësi, hakmarja, këpucët, violina, nusja, broshurat e vdekjes, e shumë të tjerë, që lënë brez dhe janë interesante në stilin e saj, në stilin e një muzikaliteti të ëmbël dhe fantazisë sa admiruar. Problematika e saj është mprektë dhe komplekse. Ajo nuk është thjesht një vëzhguese e këtij realiteti. Ajo është aktive, gjykuse, por edhe akuzuese, luftetare e rrept e veseve të këtij realiteti. Në çkrah të pashpresë është dorëzuar dinjiteti njerëzor, pyet ajo. Shpirti, me fal shqetësimet të tilla qytetare gjejmë të kufiri, të violina, dinjiteti. Ku gjendet kufiri mes frymës dhe shpresës, thot ajo. Dhe vazhdon. Kufiri bën zigzakët duke luajtur me pasigurinë tonë. Fundetin e ëndrave tona. Fundetin e ëndrave tona, shumë e bukur. Po tretizon me bukur edhe të kufiri. Po trete me kufirin mes meje teje, midis lirisë dhe dëshirës, besimit dhe zhgënjimit. Më bën përshtypje dy tregimet lipësi edhe violina. Natasha nuk ngelet të realizmi kritik i migjenit. Është një akuzë me fuqishëm për mjeranet politikan. Nuk e kuptojnë ende sa ato fytyra të pështyra që i shtin dhe i fyën janë të tyret, ose presin në semafor disa qindarga gjithnjë e me të vogla nga ambaret e pafund të mizoris e të pagopësisë. Mënyrë fantastike të përshkruarit të dorës së violinistit, si hija e Macbethit. Është më të vërtet një prozë poetike, do thoshja, brillante. Ai po mbushte zbrazëtinë e jetës së braktisur nga fati me dëshirën për të qenë i dobishëm. Një dëshirë e vdekur atje buzëliqenit që ishte fashitur deri në rrenjë ëndrën e masakruar të tij. Dhe amaroj. Unë do të vlerësoja Natashën me mjeshtre të madhe të gjetjes së figurave letrare origjinale që të japin kënaqësi të veçantë dhe të gjallë emocion të fuqishëm. Dua të përmend disa nga qindra të tilla të përdorura vetëm nga dora e saj. Thot, e shturte dashurinë e thurur. Zgjimi vinte plagët. Thika belbezonde në çan. Ditës përkatura me fjalë, lakajtare. Kufit të toksor si tela me gjeba. Me fal. Dita u shtriq bimëngjesin e fresket. U ul bi petalet të dhimbjes. Kolon e pashpres të papunëve. Robat e zeza që gjanin skorbat e zinj që prisinin të hanin fermën e saj. Dhe gjithë libri nga një mozaik i ilberuar, brillant me figurat të tilla që të magjepsin dhe të futin në parajsën e letërsisë. Do ta mbyllja këtë ligjërat të shkurtër për poetën dhe prezantoren në shkëlqyer, më mbylljen që ka bërë vetë ajo në librin e saj dhe që na thot: "Ah, putja, e humbur në dëshirën për amëshim të Gilgameshit.
e fshehur në barkun e kalit të Trojës, përflakur nga zjarret e çmagjepsur me mjekrën e prerë të Samsonit, e shkrirë në elbin gjithëpërfshirës të Bodlerit, e pagëzuar, fshehur nga Shën Valentini, e koduar në një pikturë të Da Vinçit, e shigjetuar nga harku i Violenttelit, apo ajo sundon mbi ëndrat tona më të fundme fshehur në skajet më të thella të dëshirës. Uroj sukses. Neve, jo, nuk janë lojë të pranishmit, neve kur bëjmë, shiko, organizimi i promovimeve është një punë e madhe, nuk është ka që lehtë. Fillon që në ditën e parë dhe kalojnë 30 ditë deri sa kurozojnë me sukses. Ne krijuesit, të cilët nuk ndjehemi të mbështetur nga asnjë instruksion drejtues, keni vënë re shok e miq që ne kemi ngelur pa shtëpi tonë, pa interesin e politikës dhe të pushtetit, keni vënë re që ne po mbijetojmë saj të forcave tona, të dëshirave tona, të pasionit ton, keni vënë re në këto takime që po bëhen ndonjë nga gjithta djemt kandidat të Sarandës që qofshin majtas, djathtas, poshtë, lartë, të flasin ndonjëherë për krijuesit që janë kaq të braktisur, për kulturën që është e braktisur, 6 vjet nuk futemi dot në shtëpitë e kulturës, gemi der më der? Jo, dhe ju falenderojmë me shpirt dhe ne do mbijetojmë, ata do të diskreditojnë. Klubi i Krijuesve Jonian për të mbijetuar ka ndjekur një politikë që të gjithë mësuesat e letërsisë t'i ketë antar, sepse shkuptim ka që ne shkruajmë dhe mësuesat e letërsisë nuk na njohin dhe t'i përcjellin krimet tona tek nxënësit që mësojnë. Kam ftuar mi të gjithë drejtorat e shkollave, drejtorat e drejtorive arsimore, të ishin të pranishëm këtu, e disa më thanë, nuk vim dot se po merremi me fushatat. Behar, ke fjallën miku im. Prite, ka Behari tani. Po, të lutem, tani mua më kanë jo, ne kemi bërë me mirëkuptim dhe ti miku im mos e shqetëso, sepse ne kemi 9 kryetarë të shoqatës Krijuesve Jonian, Panajotit. Kështu që ne kemi 2 kryetarë, majtas dhe djathtas. Së pari ju përshëndes të gjithë dhe të pranishmit në këtë veprimtari letrare ta quajmë artistike të Jonianëve Sarandiot dhe Delvinjot. Dhe në veçanti mos nuk ka zë ki se unë mire kam gallar më duket. Në veçanti shkrimtare Natasha Xhelili për librin e saj Perdja e mbrëmjes, një produkt i punës dhe i përpjekjeve të saj për të depërtuar në botën letrare. Me vlera të shumta artistike, si nga përmbajtja, brendia, tematika, me të veçantat dhe të përbashkëtat, gjithë të cilat i kemi të vendosur përpara dhe na e ka
lën librin, merreni, lexojeni, vlerësojeni dhe vendosni çmimin për vlerën që ka. Unë nga ana ime e përgëzoj për hapin kurajoz e të sigurt që hedh në gjininë e prozës së shkurtër me tregime gjë të cilën e ka arritur më së miri. Urime shkrimtare Natasha Xhelili. Tregimet e shkurtra të saj që na prezanton, qoftë nga brendia, edhe nga forma, edhe nga stili, edhe nga mjetet shprese, problematikat e tregimeve janë të shumta, me të veçantat e veta. Nuk është e nevojshme të zgjatemi shumë, pasi edhe shokët folën, mos të bëjmë loj fjalësh, as sofizma, as filozofi boshe, as të reklamojmë veten se sa dim. Qëllimi është të vëmë në pah arritjet, dukurit pozitive të krijimtarisë së shkrimtares, vlerat e saj si autore dhe risit që sjell, gjithmonë çka flas në gjykimin, konceptin dhe logjikën dhe vlerësimin, vështrimin personal, pasi as e konceptoj një lloj leximin, as shikimin, kjo varet edhe nga kultura, nga shkalla e njohjes, nga rrethanat e shikimit dhe pozicioni i shikimit. Për mua autoria me librin e ri është një arritje dhe vlerë e shtuar individuale në botën krijuese, por njëkohësisht edhe një vlerë e shtuar edhe për degën e krijuesve Jonian dhe Delvignot. Libër me vlera ideo-artistike, duhet përmendur se autoria femër, që është një gjë shumë e veçantë edhe në auditorin e sotëm, me perspektivë, një talent që ka mundur me pasionin edhe talentin e vetë të sjell disa risi dhe dukuri letrare bashkohore, me tematikën dhe me problemat e jetës sociale. Shokët folën për shumë çështje, unë mund të ndalem në disa anë të veçanta që i gjen në faqet e librit. Të gjitha tregimet e Natashës përshkojnë nga logjika e zhvillimit të ngjarjeve, e karaktereve që veprojnë. Natasha ka zgjedhur situata të ndera, shumë të mprehta, shumë të dukshme, që të gozhdojnë vëmendjen e lexuesit. E veçantë e saj se autoria nuk kopjon, as riprodhon modele dhe sloganet vjetruara, por ka stilin e vet novator në rrëfim. Nga të veçantat, jep të përgjithshmen, atë që ka ndodhur në jetën e vërtet e përpunon me art. Kjo është e veçanta. Autoria kombinon shumë mirë, me nota realiste, kulmon dukurit të jetës së sotme, probleme shoqërore që kanë lënë në gjurmë duke vënë në pah edhe fantazin e saj krijuese, imagjinatën, kujtimet mes ëndrrës, dëshirës dhe realitetit të jetës. Autoria është njohëse e mirë e kësaj jete, me logjikën e saj, si edukatore, me psikologjinë e saj, i zgjidh bukur konfliktet, si femër, si edukatore, si nën. Të gjitha tregimet, po t'i shikosh, tregimi kënga, tregimi letra, tregimi takimi, e vdekura, ajo, ka kujtime, ka imagjinat, ka reflekse, ka logjik, ka zgjidhje konfliktesh dhe për gjithçka të bind me vërtetësinë e tyre. Personazhet ai dhe ajo janë jetësor që mund të jetë secili prej nesh i përfshirë, i kanë dhënë mundësi autores ta pasqyroj bukur këtë realitet. Ngjarje shkurt, pas bukurime e teprime për ta lodhur lexuesin. Te tregimi kënga, merite autores është se nuk i thot të gjitha e nuk e lodhe edhe ta mërzit lexuesin. Veprimet e personazheve që i shtinë e veprojnë. Autoria vën në dukje trurin e lexuesit, e detyron lexuesin ta gjejë shkaqet e motivet e rrethanat që e shtinë për të vepruar. Autoria i thur shkurt, mirë dhe bukur, trungun, do me thënë subjektin, por edhe degët, elementet e tij duke gërshetuar realen me fantastiken, kujtesën me përfitirimin, ëndrrën me realitetin, në unitet mendimi dhe veprimi, dhe pse në mënyrë të figurshme vetë titulli i saj, në gjykimin tim dhe në këndvështrimin tim, Perdja e mbrëmjes, mjegullnaja, që mund ta gjësh në tërësinë e tregimeve,
të mban të mërthjerë, por zgjidhjet janë me rrugdalje, me dritën e së nesërmes, me logjikën e ecjes, me arsien, me filtrin dhe kthjellimin e gjithçkaje, qoftë të helmatisur, të njollosur, të errësuar, të plurosur, me bidozën e fortë që e gjejmë tek një tregim, një dukuri negative e realiteti sotëm që prish imazhin e bukurisë. Autoria në tregimet e mësipërme me detaje të thjeshta e jep dhe flet shumë. Mbi doza e fortë ai pluhuri i bardh është një vdekje e paralajmëruar. Arma e ftohtë e krimit është një plumb që godet në zemër. Letra, arma e krimit, një letër e gjetur në xhaketën që lahet me kujdes nga bashkëshortja, nga pakujdesia e këtij mashkulli, ka prishur ekuilibrin e një familje, ka poshtëruar dinjitetin, ka ulur personalitetin. Nuk mund të kap të gjitha, por autoria shtjellon bukur dhe jep mesazhe mjaft përcjellëse me fjalën e saj, me veprimet e personazheve, çfarë gjurmë lën në ndërgjegjen e lexuesit. Çfarë janë këto dukuri të tilla të jetës shoqërore? Çfarë shtron ajo? Si i shtron? Çfarë ilaç i jep dhe çfarë kuron? Artistikisht i ka arritur të gjitha në gjykimin dhe këndvështrimin tim. Natasha, ndoshta themi neve po të mos të rimojmë dhe të bëjmë bejde, është me ndjenja të holla, jo të trasha. Dhe këto probleme shoqërore i ka treguar me tregimet e veta me pjekuri dhe me maturi. Dashurin, për shembull, konkretisht si një ndjenjë dhe katalizatore që i jep kuptim jetës, e ka dhënë së pari në di këndvështrime, edhe për parsinë e saj, që ka e përsi dhe është frimë, jetë dhe oksigjen, por edhe krimbin që e bren shumë familjen, e grien dhe çfarë e gjimton dhe sa e sakaton dhe sa e poshtëron. Veçanërisht kjo më duket me pathos, fletë sepse është edhe vetë një femër që mbron personalitetin dhe dinjitetin e vetë. Te tregimi kënga e ca të bërtitura, e ca si zhurme, ca bërtitje të pakuptimta, të papërmbajtura, një kapriço e qastit, një mosmarrveshje, a një ego, një unë, bëhet indicje për të prishur një dashuri, një krijenetësi mashkulli, arriti të humbas një dashuri, bile edhe atësin për të qenë prind. Tek trungu, gjysëm dritë dhe gjysëm hije buzliqenit, zëudh një dashuri. Ato gërvishjet tek trungu, gërvishin zemrat, këtu lind edhe një konflikt, këtu fillon edhe një dram. Ato inicialet e emrave ku lindi një dashuri dhe ku rrit solli pasoja. Dashuria për të është edhe ëmbël, mjalt, po kthehet edhe në vuajtje. Apo tek tregimi letra, një letër thjesht një detaj, po solli një dashuri shteruse, prishi një ekuilibër, prishi balancat. Autoria jep aq bukur dhe në antitezë edhe lumturin, edhe vuajtjen shpirtërore, edhe pikat e lotit, edhe poshtërimin e bashkëshortes, uljen e dinjitetit, një dashuri që bën pluhur e hi e një zjarri ndezur në gji, një që vuan shumë e një që digjet shumë. Megjithatë, autoria ka ditur që ta jap bukur kontrastin, edhe vuajtjen shpirtërore të personazheve, por edhe shkëndimin e jetës, edhe vazhdimsinë e jetës, edhe egon e kapriçon e mashkullit, edhe krenarin, edhe keq kuptimin dhe logjikën e arsien, sinqeritetin fins, harresën për hir të vazhdimësisë, e logjika e shëndosh e ka mbritur në shumicën e tregimeve, ka perde, ka turbullir, ka mjegullaj, si rezultat dhe i shumë dukurive të jetës sonë bashkëtorë, logjika, arsia, konceptit të jetës, droga, ki pluhur i bardh, apo tradhtia bashkëshortore, a lidhjet martësore edhe jashtë martësore. Merit të autores është që këtë mjegullnaj, e këtë timnaj, e ka kthjelluar, e ka pastruar, ashtu si që jepet në të gjitha këto tregimet që përmenda, është vetë mendja, zemra e logjika e saj, edhe si edukatore, që dashurin si ndjenjë në jetë e do të pastër, që libar dhe familjen e do të shëndetshme. Gruaja
asnjëherë e jep si mesazh dhe si ide të saj mos jetë pronë e mashkullit, as lodër. E sotmja dhe e nesërmja për autoren tjetë e shëndetshme e moralshme, kristal. Mesazhe që përcillen bukur, si kafshimi një frut i ndaluar, diku ajo fantazon, diku ajo e jep realitet, diku akrepat ndalen, e diku lumi ndalon rrjedhën, diku dashuria shuhet e venitet, diku tjetër ka sinqeritet të tepruar, ka dhe dashuri të dështuar, edhe të shterpëzuar dhe të shteruar. Pothuajse të gjitha këto dukuri i gjejmë të përbashkëta edhe te tregimi ajo, e vdekura apo letra, kënga, ndjenja e dashurisë me gjithse oscilacionet e saj, uljet e ngritjes, shuarjet, autoria e mban maqinën edhe motorin të ndezur, jetën se lëviz zemra nga vendi, dashuria dhe jeta është vazhdimsi, intriga mposhtet, në ndonjë rast e mposh ndjenjen, hipokrizia merr fytyrën e vërtet difytërsi, poshtrimi fiton dinjitet, mosbesimi besim, zemrat e vuajnë të vrara me zemrat zjarre dhe barot, jo dashuri pa dashuri. Personazhet e saj në tregim, edhe pse mund të priren nga fati, presin jetën ashtu si u vjen, por edhe është shkëndi, jetë dhe shpresë. Në fund nuk do të zgjat shumë që mos të bëhemi bezdisur, tregimet e Natashës kanë ardhur, perdja e figurshme që duket që te titulli i saj simbolik nuk e mbulon diellin, shpresën, jetën dhe diellin e gjallërinë që gjeneron. Libri i saj ka nivel, tham, qoftë në rrëfim, qoftë me alternime, ndrim rolesh, e shkruar në vetën e tretë, ka kolorit, ka estetik, ka bukurim mendimi, logjik të shëndosh, e di që u bëra i bezdisur, po më han minutat të tjera, se u minutat e mia i kam tamam, goditen me vese, vlera e virtyti i ngre autoria, goditet e shëmtuara, element të bukur gjen tek mendimi e logjika e shëndosh, gjen edhe romantik, personazhet janë në trisnit mjedisit, natyra dëshmitare e pjesëmarrëse në ndodhit e veprimet e personazheve, mjaftë metafora, epitetet e krasime, dekori i mbrëmjes fëshfërin, gjethet, gurgullim uji, ka zëra të brisht, të trasht, të heshtur, kor të bretkocave, ka art, ka figuracion, kultur të shkruari, personazhe të dorëzuar në kratë ndjenjave, ulurima të lëkurës së pemës, dhembje të saj, mendje rebele, si i natëshor, kuaj të ëndrave, prag i një ëndre, fabrike dëshirave, rjeta e kurtheve, male të rishtimi, heshtja vrasare, e të tjera, undal lumi e rrjedha, undalën akrepat e orës, po sa më e madhe lumturia, aq më e madhe dhe humbja, gjë të cilat kjo i thot, bukur e mirë, unë si përfundim, krahas vlerave që janë mjaft të shumta dhe mesazheve që përcjell, qoftë shoqërore, njose, përgjithësuese, ideore, kulturore dhe edukat, e uroj për librin suksese në vazhdimsi dhe të gjithë të pranishmit, arritje të mëteshme, njëkohësisht suksese të gjithë dhe Sarandiot dhe Delvinjot. Urime suksese. Po, Binomi Agro është kanda asnjëherë në konde e Agronit Agroni shokët që nga në minutash e tiru Unë nuk besoj që kam kaluar 7-8 minutë të tjerët bërë arretje të momentin. Më fare për në herë në dëgjoj. Më duke se të dëgjoj. E para, është përshëndetja e bashkëpunimit të dy shoqatave Parma Hektor. Sepse jemi bashkë. Dhe këto promovime kanë vlera, se janë vlera shoqërore në atë parë, para se të jenë personale. Unë nuk plas shumë, e kam nisur me Natashën komunikimin letrar
në gazetën time Telegraf, që jam atje në punë, jo shep, me librin Mali She Ëndër. Dhe trajektoria vjen tek libri sot. Pra, më duket një metafore e emrit të saj, e rënjës së saj, që tasha nuk het dorë nga emri. Unë do t'i uroja suksese tashës në krimtari, më kanë pëlqyer dhe nuk kam pse të zgjatem shumë, se të vlerat i tha panua në analizën edhe të gjithë diskutantët, dhe s'kemi pse të themi shumë gjëra që unë lexoj librin dhe kaq. Një shkrimtar tjetër i talentuar i klubit Kryusit Konstantini. Deti... Një minut ju dhe. Deti nuk vdes kur, thot Natasha. Edhe Natasha nuk vdes kur, nuk humbet asnjëherë nga shprehjet e saja që ka për natyrën, për njerëzit, për talentet, për fshatin të gjitha. Natasha ka një talent të veçantë që unë e kam njohur dhe më përpara. Me Natashën kemi bërë dhe disa herë prezantime, kemi qenë dhe në Kopaqes, dhe mi kemi kaluar shumë mirë, dhe është një nga femrat, mund të themi se grua, si të them, ose një zonjë, po në fjalorin modern, një zonjë e cila është shumë e veçantë. Neve sot jemi mbledhur për një zonjë, do me thënë, një e veçantë që neve i kemi shumë të pakta në shoqatën tonë. Natasha ka një talent të veçantë që unë e kam njohur dhe më përpara, si se thash, dhe ka fantazi, ka një fantazi të shkëlqyer, ka një fjalor shumë të mirë, do më thonë një fjalor të përzgjedhur, dhe është një shkrimtare që duhet ta kenë, si ta them, në mënyrë zili, duhet të them, që të gjitha shoqet e saj që shkruajnë dhe të gjitha ato shoqet e saj që janë letrare, që kanë bërë shkollën e letërsisë dhe në fakt nuk po bëjnë asgjë. Dhe u mendoj që në këto takime që bëjem, duhet këtë mësuese letërsie. Kemi ftuar goca të gjitha. Po nuk vinë se nuk kanë ardhur herë të tjera kur kemi ftuar me Bardhin. Kemi ftuar shumë edhe ne, unë e Bardhi kemi vazhduar pastaj në për klasa që kemi folur. Por për Natashën duhet të kenë respekt të gjitha mësuesit e letërsisë, sepse është një talent i veçantë. E kam njohur që shpejt, kemi vajtur në fshatin e saj në Kopaqes, dhe kemi bërë, po, më falë, po t'i skeqen prandaja. Me gjeratë i ditë i mirë. Unë atë libër, dhe më falë Natasha, nuk të kam dakord ma jepja të lexoja, se u si një romancier që jam, gjasme, apo novelist, apo tregimtar, apo poet, fabulist, e ku di unë, që kam shumë ashtu nga ato tituj, mund të flisja shumë mirë, nuk thëmë se të flisja mirë nga Timu, apo nga Jani këtu, apo nga Panajoti, por do thosja edhe u di fjalë të mira. Natasha të përshëndes, dhe më vjen keq që nuk e kam lexuar librin, të thosja edhe unë di fjalë, jo shumë, po pak. Megjithatë, kam besim të talentit, sepse je
një nga gratë ose shokjet e veçanta që shkruan. Falenderoj. Bile, po ma jep një libër? Një tjetër shkrimtar, dëgjoni Mbresat e Spiros. Nuk zgjatem se s'di që të them, figurën e saj fizike dhe letrare e ka grumbulluar e tuk e kemi Natasha. Nuk ka nevojë. Tani kam një mendim për ju drejtuesit. Mendoj që të dalë më shkencore, më e mirë dhe më e bukur, duhet që kush, ki, do flas për këtë drejtim. Ai do flas për atë drejtim, ki do flas për këtë drejtim. Se ti thua të njëjta gjëra, unë të njëjta gjëra, ai të vjen dhe bëhet monotone, vlera nuk dalin të shëti. Kemi përsëritje. Dëgjojmë, ju lutem. Profesor Agimi, që është der që kemi në Kryusve Jonian, një tenë ardë, ka dëshirën të thotë disa fjalë. Nuk jam kryus. Che porta il libro Jam kryusin me firë Je shkrimtar, thesari jot është thesar. E kam ndjekur në të gjitha veprimtarit janë bërë këtu ti. Dhe po nuk kam ndjekur vetëm për çfarë kanë thënë për atë. Po në njëjtën kohë ajo në të gjitha librat që janë promovuar këtu, ajo ka folë për çdo libër ka dhënë mendimin e saj. Po, tashi, unë kam një mendim kështu thit. Ne jemi të vetmit në qytetin e Sarandës apo të Delvinës, i vetmi institucion që ka ngelur ti. Ne kemi këtu. Më fal, të nuk e më thua cilët ka shoqat tjetër, të një lloji tjetër, të një profesioni tjetër që është në qytetin e Sarandës apo të Delvinës. Ne jemi vetëm ne. Mirë është që ta ruajmë. Mirë është që ta zhvillojmë më mirë. Për mendimin tim. Kam një mendim për këto aktivitetet që bëhen. Unë të qilla me vëmendje Timon. Kam një mendim që është personal. Shpesh atë çfarë mendojmë neve ti është ajo që mendojmë për të gjithë neve që jemi këtu. Ajo që ndjejmë është e jona. Pra, Tasha ka thënë atë çfarë ndjen ajo. Mos harrojmë se jemi në tranzicion shoqëror, e gjithë ekonomia jonë, e gjithë shoqëria jonë dhe letërsia ati nuk mund të shmanget këtij tranzicioni. Lavdi dhe për mendimin tim, cila është ajo që neve kërkojmë në këtë lëvizje. Unë kërkoj, për mendimin tim, që nuk jam ashtu, cila është risia, cila është e reja që më solle mua ti me këto tregime që solle. Përsa unë dëgjova Timon, dhe Timon tha 1, 2, 3 të rejat që keni sjell juve në tregimet tuaja. Pra është mirë që kur bëjmë këto aktivitetet, të them cila është e reja. Se ne do të tesin përpara, se ne nuk mund të qëndrojmë në vend, të ripërsërisim veten tonë. Prandaj, për mendimin tim është që juve që jeni më të përgatitur që e njihni më mirë letërsinë ti, hajde të nxjerrim më të ren, të nxjerrim më të mirën. Të nxjerrim risinë, të themi ore në këto shkrimet ose në këtë libra apo në këtë kemi gjetur këto të re, cëllën këto të re. Për mendimin tim. Unë kam mendimin që Natasha ka vlerësim për mua ti maksimal. Për arsye se jo vetëm se është vetëm femër që për na vjen gjithnjë kur kemi këto, po unë kam lexuar të gjitha librat e saj. Unë i lexoj gjithë. Unë kam një veti që përpara se sa të lexoj
libra të Tiranës, të Durrësit, atje, duhet të njohë të gjithë krimtarin e rrethit tim. Në qoftë se unë nuk njoh krimtarin e rrethit tim, nuk më interesojnë fare të tjerët. Duhet të di se ku jam, ku jetoj unë. Pse unë nëpërmjet krijimtarisë të njerëzve, të shkrimeve, unë kuptoj se në kë shoqëri jetoj unë ti. Ku jam unë? Unë të falenderoj dhe të uroj jeni të ndërgjeshëm se të gjitha aktivitetet që bëjmë ne bëjmë në mënyrë shteruse, në mënyrë që nga kjo bëjmë të mos dalin asnjë njeri me mirakull që kisha diçka për të thënë dhe nuk e thash. Ka ndokush diçka për të thënë nga këto që s'u thanë, jo të bjene në personazhe. Pse kujton ti se nuk ka ndonjëherë ndonjë merak? Ti i pari vetë. Jo, që Të thosh ti vetë sa të tjera. Atëre, Falënderimin e saj. unë i pyeta, në qoftë se kanë ndonjë. Po, rigi. Përshëndetje të gjithëve. Jam i gëzuar që jam pjesë e këtij promovimi të librit. Falenderoj Zotin e Kuranit që më bëri pjesë të këtij aktiviteti. Zonjën Natasha Xhelili për të libër. Nuk është se jam vetë kryos, por ka mbaruar për mësuesi për histori gjeografi në Universitetin e Gjirokastës. Jam punojës i Muzeut të Taraditës. Me sa kuptoj unë, ky libër sjell atë finesën e hotë që neve na duhet për letërsinë. Edhe pse është herë e parë që flas, pasi nuk e kam zakon, por dua të thënë dy gjëra në diskutim. E para është duhet të jemi ata që kërkojmë të ndryshojmë shoqërinë mes krimtarisë dhe sa më larg televizioneve dhe dhunës, pasi të dyja janë bërë, do thosha unë, ndoshta nuk është fjala e përshtatshme, po duhet të thosh me asbëri gabim dhe vetëm letërsia dhe ajo që ka përcjell letërsia frymëzon dhe pasuron gjendjen shpirtërore të çdo njeriu. Doja të falenderoja edhe një herë të gjithë kryesinë, do thoja unë, që janë aty në krye dhe paqim vetëm të mira gëzime dhe u paqim përsëri në aktivitetet Natasha ka fjalën, dëgjoni apo. Faleminderit të gjithëve që keni ardhur. Më erdhi mirë që Perdja e Mbrëmjes e hapi siparin përsëri, sepse në fakt nuk është promovimi i parë që i bëhet. Mësues Kostaqi ka organizuar dhe një takim tjetër për këtë libër, e kemi zhvilluar në fshat, në shkollë. E falenderoj dhe atë, por siç i kam thënë dhe Kuranit, ky libër është një libër që ka fatin e vetë dhe e ka ndryshe nga librat e tjerë. Ja ku i erdhi fati që të promovohet përsëri, e hapi përsëri siparin Perdja e Mbrëmjes. Doja të thosha se këtë libër, të gjithë këtë libër, e kam shkruar për një pranverë. Një pranverë ka qenë ajo që e kam shkruar, më janë dashur vetëm 3 muaj për ta shkruar, megjithëse tregimi i parë që është shkruar nga ky libër ka qenë Loj Perëndish, i cili është shkruar në vitin 1997, po i vetmi tregim që ishte shkruar në atë vit. Pastaj të gjitha tregimet e tjera janë shkruar për një vit rreth 2013-s, në mos gaboj, edhe jo të gjithë tregimet që kam shkruar në atë kohë janë përfshirë te ky libër. Pra ka dhe disa tregime të tjera, të cilët nuk i kam botuar,
sigurisht që jo të gjithë ato që shkruajmë duhet i botojnë, edhe kur më pyeti Hekurani nëse do botoja diçka tani, i thash, unë do mendohe mirë para se të botoj një libër tjetër. Sepse, si që tha dhe djali, neve duhet që para se të shkruajmë, shikojmë, sjell ky libër njërisi në krijimtarin ton, pra jo çdo gjë që shkruajmë duhet ta botojmë. Edhe jam e sigurt se të gjithë autorët që janë këtu kanë materiale plot për të botuar. Por jo të gjitha materialet që shkruajmë duhet të botohen. Edhe ma kanë dhënë këtë këshill, po a jap edhe unë kolegëve nëse ma pranojnë, sepse gjithmonë duhet ta mendojmë nëse ky material që kemi është diçka e re për ne, është diçka që na çon në një stad tjetër, në qoftë se jo, atëherë s'kemi pse ta botojmë. Sepse nuk po sjellim diçka të re, në qoftë se ajo është diçka që e kemi dhënë më parë. Sigurisht do shkruajmë sepse nuk bëjmë dot ndryshe, nuk është në zgjedhjen tonë, edhe pastaj Jemi të smur me notë. Nuk do të futem fushat tani, të kalojmë në atë fjalorin e fushatës, po do shkruajmë sepse kështu jemi gatuar, nuk rrim dot pa shkruar, po duhet mendojmë mirë para se të botoj. Ju falenderoj të gjithëve që ishit këtu, pjesë e gëzimit tim. Faleminderit që hapët përsëri si parin e perdes së mbrëmjes. Faleminderit. Duke ju falënderuar edhe një herë, ju njoftoj se në datën 8 maj te Hotel Tatzati kemi promovimin e librit të Spartak Atanasi. Kështu që gjithmonë Do na bëni thirrje promotime? Vize në energji. Unë besim në takime